Kjo është njëra nga sallat e gjykatës ku zhvillohen proceset gjyqësore për rastet e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, të cilat trajtohen si krime lufte. Procesi gjyqësor udhëhiqet nga trupi gjykues i përbërë nga kryetari dhe 2 anëtarë. Kryetari apo kryetaria e trupit gjykues e drejton shqyrtimin gjyqësor dhe fton palët për t'i prezantuar dëshmitë e tyre. Afër trupit gjykues ndodhet zyrtarja, e cila është përgjegjëse për regjistrimin e të gjitha veprimeve që ndodhen gjatë procesit gjyqësor. Në shqyrtimin gjyqësor merr pjesë i akuzuari dhe mbrojtësi i tij, ndërsa zyrtarët policorë qëndrojnë afër të akuzuarit. Sipas nevojës, këtu vendosen edhe përkthyesit. Në rast se i akuzuari është në mungesë, shqyrtimi gjyqësor mbahet pa prezencën e tij, por një avokat mbrojtës i caktuar nga gjykata. Në anën e majtë të sallës ndodhet prokurori i rastit, i cili prezanton aktakuzën dhe bën paraqitjen e provave dhe dëshmive, në bazë të cilave kërkon dëshkimin e të akuzuarit. Po ashtu, prokurori merr në pyetje palët në procedurë. Afër prokurorit qëndron përfaqësuesi të dëmtuarës, i cili mund të jetë avokat apo mbrojtësi viktime. Dëshmitarët dhe të dëmtuarit dëshminë e tyre japin nga kjo tavolinë, që gjendet përballë trupit gjykues. Në raste të veçanta, ata mund të ulen afër përfaqësuesit të tyre. Gjatë dhënies së dëshmisë, të mbijetuarit të dhunës seksuale si palë të dëmtuara mund të shoqërohen nga psikologët e zgjedhur nga ata. Në raste të dhunës seksuale të luftës, seancat gjyqësore mbahen me dyert të mbyllura, pra nuk ka publik në sallë. Identiteti të mbijetuarve mbrohet gjatë procesit gjyqësor. Nëse të mbijetuarit të dhunës seksuale nuk dëshirojnë që të paraqiten në sallën e gjykimit, dëshminë e tyre mund ta japin përmes videolidhjes nga një ambient i veçantë jashtë sallës së gjykimit.